Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm, 17 shkurtin. Dashi, 17 shkurti, sjell energji dinamike dhe dëshirë për të marrë drejtimin e situatave. Në punë mund të dalë një sfidë e vogël, por me vendosmërinë tënde do ta kapërcesh shpejt. Sot është ditë e mirë për të nisur diçka të re, ose për të shtyrë përpara një projekt që ka mbetur pezull. Në dashuri, përpiqu të jesh më i durueshëm dhe dëgjo partnerin. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush spontan. Financat kërkojnë kujdes. Shëndeti përmirësohet nëse gjen kohë. Demi, sot ndihesh më i qetë dhe i përqendruar të gjërat praktike. Në punë, përkushtimi yt sjell rezultate konkrete. Është moment i mirë për të organizuar financat ose për të planifikuar javët në vazhdim. Në dashuri, kërkohet më shumë butësi dhe vëmendje ndaj detajeve të vogla. Binjakët, mendja jote është aktive dhe plot ide. Sot, komunikimi është pika jote e fortë. Në punë, një lajm ose mesazh mund të ndryshojë planet e ditës. Në dashuri, shmang keqkuptimet, duke qenë i drejtë për drejtë. Beqarët mund të flirtojnë lehtë natyrshëm. Financat kërkojnë më shumë organizim. Kujdesu për shëndetin mendor. Bëj pauzën nga ekrani. Sot është ditë ideale për të mësuar diçka të re ose për të bërë plane udhëtimi. Gaforja, sot ndihesh më emocional dhe më i lidhur me njerëzit e afërt. Është ditë e mirë për çështje familjare dhe biseda të sinqerta. Në punë, mund të ndjesh pak presion, por intuita jote të ndihmon të marrësh vetëm vendime të sakta. Në dashuri, një gest i vogël romantik mund të sjellë afrim të madh. Beqarët mund të ndihen nostalgjik, por është momenti për të hapur zemrën ndaj njohjeve të reja. Luani, 17 shkurti, të gjen plot vetbesim dhe dëshirë për të shkëlqyer. Në punë, mund të marrësh vëmendje ose vlerësim për përpjekjet e fundit. Sot është ditë e mirë për prezantime, takime dhe projekte kreative. Në dashuri, përpiqu të mos dominosh situatat, dëgjo edhe partnerin. Beqarët kanë shanse për flirt interesant ose njohje spontane. Financat kërkojnë maturi, mos u tundoni nga shpenzime për luks. Virgjëresha, sot je më shumë i fokusuar te detajet dhe organizimi. Në punë, arrin të zgjidhësh probleme që të tjerëve u duken të vështira. Është moment i mirë për të sistemuar dokumente ose për të bërë plane afatshkurtra. Në dashuri, shmang analizimin e tepërt. Ndonjëherë ndjenjat duhen jetuar, jo studiuar. Peshorja, energjia e ditës të shtyn të kërkosh harmoni dhe qetësi. Në punë, bashkëpunimi me të tjerët sjell rezultate më të mira se sa veprimet individuale. Në dashuri, është momenti i mirë për biseda të hapura dhe sqarime. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush me energji elegante dhe të qetë. Financat janë stabile, por shmang blerjet impulsive. Kujdesu për shpinën dhe balancën emocionale. Sot është ditë për vendime. Akrepi, sot intuita jote është jashtëzakonisht e fortë. Në punë, përqendrimi yt i thellë të ndihmon të përfundosh detyra të rëndësishme. Në dashuri, emocionet janë intensive. Përpiqu të shmangësh xhelozinë dhe kontrollin. Beqarët mund të përjetojnë një tërheqje të fortë ndaj dikujt misterios. Financat kërkojnë strategji dhe planifikim. Shigjetari, 17 shkurti, është një ditë që të frymëzon për lëvizje dhe zgjerim horizontesh. Energjia jote optimiste dhe dëshira për aventurë janë në kulmin e tyre. Në punë, idetë e reja dhe qasjet kreative mund të sjellin mundësi të papritura.
veçanërisht nëse guxon të mendosh jashtë kufijve të zakonshëm. Është moment i mirë për të marrë vendime që kanë lidhje me projektet e ardhshme ose udhëtime. Britsjapi, 17 shkurti, është një ditë ku përgjegjësitë dhe objektivat afatgjata marrin vëmendje të veçantë në punë, përpjekjet e tua të vazhdueshme dhe disiplinë tërheqin vlerësime, mund të lindë mundësia për të marrë përgjegjësime të mëdha ose për të planifikuar projekte strategjike. Në dashuri, partneri ka nevojë të ndjejë mbështetjen dhe sinqeritetin tënd. Ujori, sot 17 shkurti, origjinaliteti dhe kreativiteti yt janë në qendër të vëmendjes. Në punë, idetë e pazakonta dhe qasjet inovative mund të sjellin sukses dhe mundësi të reja. Bashkëpunimi me kolege do të jetë më produktiv nëse i lejon të tjerët të kontribuojnë me mendimin e tyre. Në marrëdhënie, ke nevojë për hapësirë personale, por mos e përdor këtë për t'u larguar emocionalisht. Peshqit, 17 shkurti, është një ditë ku ndjeshmëria dhe intuita janë të fuqishme. Në punë, besoj instinkteve, vendimet e bazuara në perceptime e brendshme, shpesh do të jenë më të sakta se analizat e ftofta. Në dashuri, romanca është e thellë, tregohu i hapur emocionalisht dhe ofron mbështetje të sinqertë për partnerin. Beqarët mund të përjetojnë një lidhje shpirtërore të veçantë, që mund të kenë ndikim të gjatë në jetën e tyre. Financat kërkojnë kujdes, sidomos ndaj shpenzimeve impulsive ose vendimeve të nxituara. Kujdesu për shëndetin, duke bërë pushime të shkurtra dhe duke kaluar kohë në qetësi për reflektim. Sot është një ditë për art, meditim dhe pastrim emocional. Një gest i vogël mirësie ose një fjalë e sinqertë mund të sjellë bekim të papritur. Besoj zemrës dhe intuitës. Veprimet e sotme mund të krijojnë mundësi të reja dhe të forcojnë lidhjet personale. Dhe si përfundim, 17 shkurti na kujton se çdo ditë mbart mundësi të reja dhe mësime të vlefshme. Yjet na nxisin të dëgjojmë intuitën, të tregojmë durim me veten dhe me të tjerët, dhe të mbajmë ekuilibrin mes zemrës dhe mendjes. Sot, secila shenjë ka energjitë e veta, disa ndihen të frymëzuar për veprim dhe aventura, të tjerët kërkojnë qetësi dhe reflektim të brendshëm. Faleminderit që na dëgjuat. Nëse ju pëlqeu kjo video, na bëni një like dhe subscribe dhe na tregoni në komente se cila shenjë ishit jo. Faleminderit.